Se vini në podcastin tonë të parë, do të diskutojmë për gjuhën e medjeve sociale, aty ku të rinjtë dhe adoleshentët kalojnë, le të themi, pjesën më të madhe të kohës. Të rinjtë, adoleshentët preferojnë të përdorin një stil të natyrshëm dhe të thjeshtë kur postojnë apo kur shkruajnë apo kur flasin në medje sociale, në rrjetet e tyre sociale, një gjuhë afër gjuhës së tyre të përditshme, pa diskutim, me fjalë e shprehjet të bisedave të tyre që ato zhvillojnë çdo ditë në shkollë, shtëpi, pasditeve e tjerë, me mesazhe të shkurtra, të drejtpërdrejta, duke i lidhur pa diskutim me referenca kulturore që ata vetë e njohin mes njëri tjetrit. Për shembull, nëse ne marrim një situatë, një fjali të thëna e thënë nga një adoleshent apo e shkruar nga një adoleshent, si një përgjigje e një bisede për një situate. Shiko, s'ka pse të ndodhi drama, thjesht chill, do të kalojmë, u kënaqëm lol. Brenda kësaj fjalie ne shikojmë përdorimin e shkurtesave, përdorimin e slengut apo zhargonit, të gjuhës së tyre të përditshme, të kulturës pra, që ata janë mësuar. Dhe nëse të donim të bënim një analizë, sa e dëmton gjuhën standarde kjo lloj gjuhë e përdorur, sigurisht e dëmton. E fillojmë nga huazimet, chill, fjala chill, është një fjalë e ardhur nga anglishtja për qetësohu. Fjala lol është një shkurtesë, por është një shkurtesë që vjen nga anglishtja. U kënaqëm, për shembull, është hequr shkronja ë. S'ka pse të ndodhi drama, dhe kjo është një shprehje e përdorur në gjuhën e tyre të përditshme. O do të arrinim që ta shmangnim përdorimin e këtij lloji fjalori, leksiku, mënyra se si hartohen fjalit, si formulohen. Edhe ne vetë e dimë dhe gjuhëtarët e dinë që kjo është një gjë e pashmangshme, pasi komunikimi i përditshëm kërkon lehtësira dhe kërkon që të jetë më pranë gjuhës së tyre, më pranë moshës së tyre. Dhe do të thonim që është mjaft të vështirë. Por ne jemi në kërkimin e alternativave. Alternativa ku nxënësit mund të gjejnë hapësira, ku ata mund të shprehen në një gjuhë standarde, për promovimin e gjuhës standarde, për ruajtjen e këtij thesari të kombit ton. A ka alternativa? Pa diskutim që ka. Do të flasim për blogje të ndryshme, ku ata do të pasqyrojnë ndërtimtari të ndryshme nga jeta e tyre kulturore, artistike, në përshkolla, por jo vetëm. Na ndiqni, sepse do të kemi shumë seri të podcasteve tona kushtuar vetëm gjuhës në media sociale, hapësira e pafund, ku të rinjtë po kalojnë çdo ditë më shumë kohë.